Nderuar shikues, mirëmbrëma, ja ku jemi sot përsëri në emisionin e radhës Gjë Okult. Para se të fillojmë emisionin me dy të ftuarit tanë, cilin njërin e kam në studio dhe njërin e kemi me linjë, me internet, dëshiroj t'ju kujtoj që mos harroni të bëni subscribe kanalit ton, sa herë që kemi në ndonjë emision, ju vjen njoftimi. Njëkohësisht dua të falenderoj të gjithë sponsorët e këtij podcasti dhe të këtij emisioni dhe të gjithë ata që kanë nevojë për mallra dhe shërbimet e tyre cilësore mund të lidhen ose nëpërmjet nesh ose nëpërmjet Google-it duke kërkuar emrat e bizneseve të tyre. Të ftuar kam në studio drejtuesin simpatik të emisionit të NTV-s, zotin Red Baraku, si dhe të shumë apsin e probleme të mëdha këtu në mediat shqiptare, zotin Olsi Jazexhiu. Shpresojmë që edhe ne mos e dëbojmë sot nga emisioni. Këtu është free speech, mund të flasësh çfarë të duash, çdo njeri flet mendimin e vet, si të ftuarit ashtu dhe politika e studios. Olsi, mirëmbrëma aty ku jeti, dhe mirë se na erdhe në emision. Në fillim kërkoja të bisedonim pak, ta nisim redi me Olsin, diçka për ngjarjet në Shqipëri. Olsi, ti je një përcjellës i mirë të gjitha atyre që ndodhin këtu. Ka filluar që quhet Smart City me Emiratet e Bashkuara Arabe. Është kërkuar firmosja pa tender e një shumë e marrë borç nga qeveria për 140 milion euro dhe e marrë përsëri në bankat e këtij shteti. Është hequr një zëvendës ministër që s'ka pranuar, zoti Hodaj s'ka pranuar të firmoste bërjen e këtij tenderi pa konkurim. Njëkohësisht dhe ministrja Albana Koçiu është tërhequr nga sipërmarrja për këto veprime që janë në shkelje me ligjin shqiptar, por ne nuk na intereson më shumë kjo çështje e ligjit se sa skllavëria moderne që Rama si një servil i ndërkombëtarëve është në avangardë të veprimeve për cilat popujt e tjerë si në Angli sidomos protestohet jo për këto shkallë skllavërie që kërkon të na futë ai, po për shkallët më minimale që ne kemi kaluar para 10-15 vjetësh, siç është letër njoftimi digjital ku neve japim shenjat e gishtave dhe fytyrën tonë në kamerat e shtetit, në ndryshim nga pasaportat që bëheshin përpara, ku ne çonim 2 foto nga të bëra aty ke dyqani fotografëve, të cilat vendoseshin ke pasaporta. Si të duket situata këtu, Olsi, për këtë që thash unë, por dhe ndonjë diçka tjetër, çfarë mendon ti të thuash që e ke dëshirë ta thuash për publikun që na ndjek këtu në podcastin ton. Fjala për ty, Olsi. E para për këtë punën e Smart City-t, Rama është duke vazhduar atë që edhe për çfarë e kanë sjellë në pushtet. Ai do të vazhdojë, domethënë që do të jetë sklav i zionizmit ndërkombëtar. Shqipërinë do ta fusi nëpër borxhe dhe do të ndërtojë atë diktaturën digjitale që zionizmi po ndërton në të gjithë botën. Ajo që Rama po bën në Shqipëri është pak a shumë ajo që kanë bërë Emiratet Arabe, ajo që po bën Arabia Saudite dhe ajo që premton kloni që zionistët duan ta instalojnë si president të Iranit, Reza Pahlavi. President apo mbret? Për mbret, pardon. Po. Domethënë Rama po ndjek të njëjtën skemë që zionizmi ndërkombëtar është duke i dhënë, duke futur Shqipërinë nëpër borxhe, duke kapur çfarë të kapi. Ata sigur e përmendët edhe ju, ata ministra zyrtar që nuk firmosin, ai heq nga puna. Domethënë në Shqipëri vazhdon business as usual. Për ndryshe, nëse më ke ndjekur, Fredi më bën eko zëri, domethënë vjen nga studio më duket apo nga ulë çik zërin.
E ulë zërin e telefonit? Po. Okej, tani jam mirë. Edhe për ndryshe kam qenë në disa studio televizive ditët e fundit për punën e Iranit. Si gjithmonë, si te Ylli Rakipi, i cili trëmbet sa herë unë dal edhe shpjegoj se ç'a bëhet në Iran, ndërsa në isha djete syri i Qimpekës, ku ai kalamoni 1,50 metra i gjatë Flavio Qarri si e ka ai, më mbylli edhe lidhjen që kisha me Teams, nga që u trëmb, nga që unë po tregoja se ajo që ka ndodhur në Iran në ditët e fundit, ka qenë një kryengritje e armatosur e organizuar nga CIA dhe Mossadi. Po më vjen zëri mbrapa prap. Edhe domethënë u habita se si u trëmb Flavio kaq shumë domethënë. Mos do të merret me politik Flavio, mos do të bëhet ndonjë deputet ndonjë kështu edhe. Edhe ishte në studio me gjithë një zionist, një Endri Tafani, ku që të dy domethënë luanin Benjamin Netanyahu. Domethënë bëheshin më zionistë se sa zionistët, por domethënë duke ditur historinë e politikës në Shqipëri. Kjo është detyra e gazetarit, bëj avokatën e djallit, mos u mërziti. Po mirë, jo, që bëjnë avokaturën e djallit, unë nuk jam kundër, se unë e kuptoj që Shqipëria është një vend i kapur, po minimumi duhet të kenë respekt për fjalën e lirë dhe të respektojnë edhe personat që kanë një mendim ndryshe. Domethënë, unë nuk i kërkova Flavio Qorrit as televizionit Qimpekës, as të pëzdoj Ylli Rakipit, unë nuk i kërkoj atyre që ata të prasin vërtet. Mos do të bëhet Qimpeka deputet më burr. Po helbete, nuk e di. Edhe ja ka dhënë të detyrë Flavios dhe nuk e lejon të... Po mirë, tani ata e din që unë i bie gjërave troshe dhe drejt. Dhe domethënë, nëse ata e kanë bërë këtë emision që i thon ambasadës izraelite dhe amerikane, e ftuam këtë islamikun dhe po mbronte Iranin dhe neve çfarë ja mbyllëm linjën e telefonit, atëre ja bëj hallall se e kuptoj që edhe ata në diçka tjetër këtu nga ngjarjet në vend të ka bërë përshtypje ndonjë diçka, një tendencë e Ramës për të kërcënuar politikën amerikane, duke treguar që kemi edhe opsion Kinën, një përpjekje e madhe e tij për të ndaluar SPAK-un do merret një vendim pas pak ditësh në datën 24, mos gaboj, nga gjykata kushtetuese në lidhje me çështjet e hapura nga SPAK-u për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Ka një përpjekje të madhe nga një anë të Treq Perin, ngarkuara me punë në ambasadën amerikane, e cila ka shkuar dhe ka bërë presion në gjykatën kushtetuese dhe nga ana tjetër politika, Rama, por dhe Berisha, të cilët janë të interesuar që SPAK-u të bjerë dhe të dobësohet. Si e shikon situatën këtu? Çfarë mund të ndodhë në lidhje me Ballukun dhe në lidhje me goditjet e mëtejshme? Shkurtimisht, Olsi, dhe t'jap fjalën më njëherë pasaj të ftuarit në studio zotit Redi Baraku. Për mua, Rama është duke përfunduar sikur Anastasio Somoza, i cili edhe pse ishte zar i Amerikanëve, presidenti apo diktatori i Nicaraguas, në fundit ai do përfundon, edhe amerikanët që dinin që ishte një bir kurve, ishte një bir kurve i cili jetonte me frikë nga amerikanët. Dhe unë mendoj që Rama po ndjek fatin e diktatorëve të tjerë që Amerika ka instaluar në për Amerikën Latine dhe vende të tjera, njerëz që nga Somoza e Manuel Noriega, i cili gjithashtu ishte zar i amerikanëve në Panama, por që në një moment amerikanët i shkuan dhe arrestuan. Dhe kjo që po bën ambasada amerikane me SPAK-un, ku Ramës po i arreston ministrat, është pak a shumë e njëjta gjë që ne kemi parë në Amerikën Latine, apo në diktaturat e tjera filo-amerikane në përgjithë globin, ku amerikanët të përdorin sa të përdorin dhe vjen një moment edhe të hedhin. Dhe unë mendoj se Ramës po i vjen momenti që do ta hedhin,
ai është i shqetësuar se lobi i majt sorosist zionist që e mbante në Washington nuk është më aty. Donald Trumpi është një president psikopat dhe hakmarrës, edhe ai nuk është i sigurt për veten e tij, ai nuk di si të mbijetojë. Po. Mirë, Olsi, faleminderit. Qëndro në pritje sa të mbyll një bisedë shkurtër, po mund të ndrysh në qoftë se ke ndonjë mendim gjatë bisedës që do bëjmë me zotin Baraku. Redi, me mbrama se me ty jam fillimisht tashi, mbas disa minutave shfolëm me Olsin. Si e mendon situatën e brendshme, Redi? Si e lexon? Do të vazhdoj lufta e SPAK-ut me Ramën? Rama do të bëjë një vizitë në Davos këto ditë. Në Davos do të jetë dhe presidenti Trump. Para pak ditësh në Paris, Rama është përpjekur të zbutë marrëdhëniet me presidentin Trump, duke takuar dhëndrin Kushner, dhe në mes dihet që është ai pazari për të dhënë Sazanin, pjesë sovranitetit kombëtar, me idenë e biznesit për ta dhënë 100 vjet, por në fakt për t'ia falur si dhuratë familjes Trump, me qëllim që Rama të mos ketë shqetësime, si e lexojnë shumica e analistëve nga administrata e presidentit Trump. Si u duket juve, Redi, situata në lidhje dhe me luftën ndaj Ballukut, ndaj atij institucioni tjetër, çka quhet ai AKSH-ja, çka quhet ai? Akshi. Organizimi bande mafioze me në krye Ramën, ku ishte ai Agasi, ku ishte ai Beqiri që janë në kërkim nga SPAK-u. Si mendon, do të thellohet lufta, mund të goditet kryeministri, apo ata që janë dardha gjithmonë janë të tjerë dhe kryeministri s'digja që po janë dardha në oborin e vet? Duhet parë sepse betejë është e madhe në fakt. Goditjet e fundit që ka dhënë SPAK janë goditje që kanë shkaktuar tërmet brenda mazhorancës, dhe po t'i lexojmë si duhet, kanë shkuar shumë afër kryeministrit. Nga ana tjetër, kryeministri po lobon, dhe unë i shkoj takimi me Jared Kushner, vizita në Emiratet e Shteteve Arabe, ishte e bashkuara, ishte gjithashtu një sinjal shumë i rëndësishëm, duke ditur lidhjen që apo aksin apo paktin që Emiratet e Bashkuara kanë edhe me Izraelin. Pra duhet parë, betejë ka hyrë në faza finale, data 22, dhe duhet të rikujtojmë dhe të sjellim një episod shumë të rëndësishëm ku e dërguara me punë e ambasadës amerikane Nancy Van Horn ishte ulur pranë Ballukut, çka ishte një sinjal pajtimi nga njëra anë, por pak orë më vonë kemi patur një deklaratë shumë të ashpër në faqen zyrtare të ambasadës amerikane për sa i përket gjykatës kushtetuese, një sinjal shumë të rëndësishëm. Pra data 22, vendimi ku do merret vendimi për pezullimin apo jo të zonjës Balluku, është një moment shumë i rëndësishëm, i cili do të na jap sinjale se në ç'pikë është kjo betejë. Shtetet Bashkuara të Amerikës, ashtu si sa kontrollon politika, drejtësinë. Po, Shtetet Bashkuara të Amerikës të njëjtën gjë që po bëjnë edhe në Iran, ku do të shkojmë më vonë, ku këtej kërcënojnë me bombardime dhe këtej JD Vance trin dorën e bashkëpunimit, besojmë që jemi tek e njëjta situatë edhe me Shqipërinë, duhet parë. Pavarësisht se thash, goditjet janë shumë të forta për sa i përket fronit ku qëndron kryeministri Rama, por nuk duhet injoruar kurrë takimi me Jared Kushner, ashtu siç nuk duhet injoruar vizita në Emiratet e Bashkuara Arabe, ku zoti Rama mori edhe një vlerësim të jashtëzakonshëm. Pra, në këtë aks duhet parë betejë është, domethënë jemi në hapa final, data 22 na jep pak a shumë provën se ku do shkojë dhe deri ku do shkojë SPAK. Po në lidhje me çështjen me Gonigal, mund të mendon që mund të ketë ndonjë riapje dhe domethënë ka dy narrativa. Është narrativa ku Rama në Davos pas 2 javëve po lobon fort. Regjia mos bëj zhurmë, regjia.
për të takuar Donald Trump apo qoftë edhe Marco Rubion. Nga ana tjetër kemi një lajm I cili qarkullon nga kolegë gazetarë që I kemi dëgjuar në media, ku diskutohet që Rama do të ftohet në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dhënë një dëshmi për sa I përket çështjes McGonigal. Do ta shikojmë se në ç'pik do jetë dhe do ta shikojmë, them, prova për mua është data 22. Nëse shiko, ajo e dashura McGonigalit ka thënë që McGonigal fliste me një platformë tjetër, theshte me telefon, me orë tëra me kryeministrin Rama, thot, me një platformë sekrete, dhe ka mundësi që kanë qenë këto encrociate, që janë këto që dolën nga loja dhe tash janë zhbiriluar gjitha bisedat aty që kanë bërë. Unë analizoj politikisht sepse gjithmonë dhe në qoftë se Rama është me zë aty regjistruar dhe I kanë amerikanët bisedat e tyre dhe këto biseda kanë pasur aspekte të kundraligjshme, qoftë për Amerikën, qoftë për ligjet e shtetit shqiptar, dhe shikohet që ato që janë bërë biseda janë bërë dhe vepra, atëherë drejtësia ka të gjithë shansin për t'i përdorur, për t'i thirrur si të pandehur. Unë nuk dëshiroj njakur që kryeministri jonë të dënohej nga një shtet ndërkombëtar. Këtë nuk do ta doja kur, sepse dua që vendi jonë të jetë sovran, por historia nuk bëhet me dëshira, sigurisht bëhet me mundësi. Unë I besoj lobimeve në politikë, Fred. Unë I besoj lobimeve, pavarësisht fakteve, ato fakte bëhen të forta dhe bëhen të qëndrueshme në momentin që ka një vullnet politik pas. Nëse Rama ja ka dalë që të negociojë fatin e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rama do të takojë Trumpin nesër pas 2 javëve në Davos apo qoftë edhe Rubion, se sinjale janë ato. Nëse nuk ja ka dalë, atëherë do të shkojmë te ky skenar. Por se desha të gjatë kohës që po flismin, më kujtua që sot gjykata kushtetuese ka marrë një vendim për sa I përket SPAK-ut, për sa I përket përgjimeve që vazhdimisht dalin në media nga ana e SPAK-ut, është marrë një vendim që duhet një kujdes I jashtëzakonshëm. Nuk I di detajet e atij vendimi sepse duhet I kthehem t'i lexoj, por ajo që po lexoj është që gjykata kushtetuese po kthehet në një armë e kryeministrit kundër vendimeve të SPAK-ut. Pra, çka parajmëron që në 22 gjykata kushtetuese mund të marrë një vendim në favor të Ramës, por duhet parë sepse edhe SPAK ka hapur një hetim. Dhe këtë ma ka thënë avokati studion time. Është ka hapur një hetim për një nga antarët e gjykatës kushtetuese. Ka një betejë midis, ka një luftë midis SPAK-ut dhe gjykatës kushtetuese. Kjo është gjë e mirë në fakt, që drejtësia të mos jetë gjithmonë në unison me njëri tjetrin, shkallët e ndryshme të drejtësisë, dhe është mirë që gjykata kushtetuese të jetë një organ I pavarur dhe të mos se lejoj SPAK-un ta kthejë vendin në një republikë të prokurorëve. Ajo që I ka bërë përshtypje SPAK-ut, Fred, është që një nga por gjykata kushtetuese nuk mundet të kundërvihet SPAK-ut duke I shërbyer Ramës, por duke I shërbyer vetëm drejtësisë dhe interesave të popullit. Jam dakord. Jo, do të thoja që SPAK ka hapur një hetim dhe këtë e kam nga burime nga avokati që marr vazhdimisht në studio, që ka hapur një hetim për antar të gjykatës kushtetuese për sa I përket faktit që njëri prej tyre, sepse është bërë në 2 seanca vendimi që është marrë, në seancën e parë ka refuzuar që ky, le të themi, dosja që ka sjellë kryeministri të merrej në konsiderat nga gjykata kushtetuese, në shqyrtim nga gjykata kushtetuese, më pas kur ka ardhur çështja tek seanca e dytë që bëhet me 8 antar, ky antar I gjykatës kushtetuese ka ndryshuar mendje dhe për këtë ka nisur një hetim sipas avokatit që unë zakonisht thras. Po e kuptova që ka dyshime që mund të jetë korruptuar. Jemi në një betejë që thash është stili tipik në fakti I mënyrës se si bën politik Donald Trump. Thash në vende si Irani, si Venezuela afron aeroplanbajtëset apo helikopterët, në vende si Shqipëria zhvillohet në këtë forma, duke ditur se helikopterët e Shtetet e Bashkuara të Amerikës sot janë prokurorët e SPAK-ut. E bukur kjo. Olsi. Po e dëgjon bisedën tonë regjia, po ma riktheni Olsin.
Dëshirojmë tash se këtu mbrapa lexon gjeopolitik, tash do hym direkt në temën e rubrikës për gjeopolitikë, do të flasim pak për Iranin. Nuk dua të ngacmoj në lidhje me atë që të mbyllën atë komunikimin në një emision të një servili që gjithmonë i zhvillon emisione sipas Beriajt, por ti bëre një deklaratë të rëndë aty që unë s'dua të ta kujtoj, sepse është drejta jote, ndoshta je penduar, ndoshta mund ta ritheksosh këtu dhe ta mbrosh atë idenë tënde. Por ideja ime është kjo, që kur një përqindje vogël e popullsisë manipulohet nga shërbimet sekrete, manipulohet nëpërmjet korruptimit me para dhe nëpërmjet mënyrave tjera që përdorin shërbimet sekrete, dhe pjesa dominante e popullsisë kërkon dhe mbron një lloj sistemi të instaluar, si këtu është fjala për në Iran, sigurisht qeverisë i linte drejta të përdorë dhunë ekstreme, por gjithmonë duke u përpjekur të ruaj jetët me profesionalizëm, duke u përpjekur të ruaj jetët e protestuesve, dhe një numër i madh i tillë vdekjesh tregon ose për shkallën e gjerë të revoltave dhe numrit të gjerë të popullsisë dhe instrumentat e fuqisë që ka shteti si policia apo shërbimet sekrete nuk kanë aftësi të përmbajnë dhunën e këtyre protestuesve, ose pasaj një mungesë të lartë profesionalizmi dhe shteti ka mundësi të kthehet në një diktaturë duke vrarë një numër kaq të madh njerëzish. Ndërsa në rast se numri atyre që nuk duan sistemin shkon afërsisht ke gjysma e popullsisë, ata që dalin përfaqësojnë gjysmën e popullsisë ose 40%, që si ka se as llogaritet do të shumë thjesht. Atëre vendi ka vetëm dy mënyra, o ty një luftë civile ku njëra palë të mund palën tjetër, ose të bëhet detantë midis të dyja palëve, të bëhet një konsensus dhe të ketë një zgjidhje tjetër politike. Në rast se ka protesta në një numër të madh njerëzish, atëre do të thotë që qeveria, sistemi që mund të jetë në një rrugë të drejtë për të mbrojtur interesat e popullit, nuk ka arritur të bindë popullin e vetë që rruga që ajo ka zgjedhur është rruga më e mirë për popullin e saj, ose nuk është në gjendje të luftojë me shërbimet sekrete dhe me manipulimet nëpërmjet parave me vendet ose me shtetet armiq që e luftojnë në këtë sistem dhe këtë shtet. Si e analizoni ju dhe mund të më thoni diçka në lidhje me atë deklaratën që bëhet dhe si e bëhet pak a shumë, se s'dua që ta them këtu nëse s'do ti as ti mos e thuaj, nëse e penduar, po nëse s'e penduar, mund ta rithuash përsëri mendimin tënd, sepse këtu është një studio e fjalës së lirë, sado të rënda që të jenë fjalët, sikush mban atë barën e virtyteve ose të mëkateve të veta. Më dëgjon Fredi? Po. Po çfarë deklarate kanë bërë? Unë kam bërë shumë deklarata, më kujto pak. Jo, e kam fjalën për atë që të mbyll komunikimi, deklaratën e fundit. Po jo, numrin e të vrarëve dhe për legitimitetin e të vrarëve. Jo, komunikimi u mbyll nga që unë i thash këtij çunit vogël. Jo, flas për Keylli Rakipi. Te Ylli Rakipi, po te Ylli Rakipi unë thash po mund të largoj pak të telefonin nga mikrofoni se më bën egër. Te Ylli Rakipi unë thash këtë gjë, se Ylli po më thoshte mua këta kanë vrarë protestues. Dhe unë i thash nuk kanë vrarë protestues, po kanë vrarë grupe me terroristë dhe me diversantë. Problemi që ndodh në Shqipëri, Fredi, prap më bën eko ai zëri, ulja pak zërin, bëj diçka te telefoni. Problemi që po ndodh në Shqipëri dhe në Perëndim, Fredi, është që ka shumë dizinformacion. Dhe ky dizinformacion çfarë bën është që i huton njerëzit dhe nuk ju tregon se çfarë po ndodh në të vërtetë. Në Iran bëhen protesta për ditë.
bides edhe në emisionin me Rakipin që isha, unë po të regoja që në Iran ka shumë herë më drejta se në Shqipëri. Në Shqipëri, për shembull, i thash mua, Edi Rama më solli policinë antiterrorit në shtator vitit 2020, më arrestoi vetëm se po bëja një peticion kundër torturës që ky i bënte Imam Genci Ballës. Kurse në Iran edhe të burgosur në përburgje kanë akses në internet, edhe bëjnë peticione, edhe nuk të ngjet njëri. Në Iran, në datën 27-28 dhjetor, nisën disa protesta kundër politikave fiskale të qeverisë. Sepse qeveria nuk kontrollon dot rënien e rialit apo e tumanit iranian. Dhe qeveria ju bashkangjit tyre protestave, edhe vetë presidenti tha janë protestat të drejta, dhe biles presidenti edhe shkarkoi nga puna drejtorin e Bankës Kombëtare të Iranit, Bankës Qendrore. Por ç'a ndodhi është që pak ditë më mbrapa, ndoshta nga data 2 deri në datën 7, rreth 5 ditë, CIA me Mossadin izraelit i përdorën këto protesta të drejta ekonomike për të futur grupe me diversant në vend. Duke u kontaktuar nga Shqipëria, mujahidinët e Manzës, nga Gjermania, nga Amerika e tjerë, u armatosën banda të cilat dolën në rrugë dhe filluan duke vrarë njerëz, duke vrarë policë, duke djegë spitale, duke vrarë doktor, duke vrarë infermier, duke djegur xhami, duke vrarë klerik, dhe kjo erdhi në një fazë që nuk mbahej më, nga që në një nga qytetet e Iranit, disa nga këto grupa banditësh, domethënë amerikanët bën pak a shumë atë që bën Shqipërinë në 97-ën. Kur CIA krijoi banda dhe me ato banda e dogji Shqipërinë. Dhe qeveria iraniane erdhi në momentin e qeverisë së Bashkim Finos me Fatos Nanon në 98-99, që morën vendim që neve këto bandat e armatosura do të sjellin para drejtësisë. U vran mbi 150 policë dhe ushtarak iranian, dhe qeveria vendosi atë që vendosi edhe qeveria e Bashkim Finos në 98-99 kur ishte, që ne do të merremi me bandat. Dhe janë vrarë një numër i madh terroristësh. Tani ne nuk e dim se sa veta janë vrarë, por në qoftë se unë apo ti në Shqipëri marrim armë dhe shkojmë edhe djegim kisha dhe xhamira, vrasin policë, edhe në Shqipëri do të na vrasin e Edi Rama. Në Amerikë, policia amerikane të vret edhe po bëre protestë dhe po bllokove rrugën. Ndërsa problemi me iranianët është që ata kanë një rend shumë kaotik brenda vendit. Njerëzit kanë shumë liri. Por ç'a ndodhi është që kur filluan që të vriten këta agjentët e paguar nga CIA dhe nga Mossadi, mediat perëndimore morën disa nga këto videot ku tregohen grupe me 50-100 veta që protestonin e tjerë, dhe bën atë që i bën Gaddafit në 2011-ën, atë që i bën Assadit në 2011-ën, ku Al Jazeera krijonte imazhe të rreme dhe këto propagandoheshin për të krijuar sikur po bie regjimi. Dhe ata e bën të njëjtën gjë edhe në Iran, nga që donin që të nxisnin një kryengritje të armatosur. Dhe kemi disa grupe që qëndrojnë mbrapa kësaj lufte. E para, CIA me Mossadin vun në punë PKK-n kurde, ku kurdët nga Siria dhe nga Iraku u futën klandestin dhe kaluan për në Iran. Kemi mitin turk, kemi qeverin turke e cila u alarmua dhe Turqia në këto momente qëndron për krah Iranit dhe i ka dhënë edhe informacione Iranit të këtyre bandave me diversant që futeshin për te i kufirit iraken dhe shkonin vrisin njerëz. U vun në punë banda terroriste azere, banda terroriste baluçe nga e Pakistanin. Also ti e përdor këtë diversant, po kjo ka qenë kryesisht e përdorur për në Shqipëri dhe para se të vinin ato grupet në Shqipëri doli kjo fjala nga anglisht që do të thotë diver të devijuara dhe sant milingona. Domethënë milingona të devijuara i quanin vetë britanikët ata që dërgonin këtu dhe Joakim Filbi i spiononte nëpërmjet rusëve dhe ata rusët kishin një kolonel këtu dhe i dinin
vendin dhe orën kur do hidheshin dhe i kapnin. Kjo është një fjalë shumë specifike e bërë kastile për grupet shqiptare që hidheshin në Shqipëri. Megjithatë më pëlqen sepse janë milingona devijuara dhe ata sipas intestëve. Po dëgjoj se edhe këta terroristë që hidhen, qofshin kurd, qofshin nga këta mujahidinët e Manzës që hidhen, kanë gjithë kish për top. Se nuk është se i intereson Donald Trumpit apo Benjamin Netanyahut se sa diversant po vrasin organet e sigurisë iraniane. Domethënë, ky kreu i Komisionit për Sigurinë Kombëtare Iraniane, Ali Larijani, për para 3 ditësh edhe postoi në Twitter e tha, ua tregoj unë tha se kush janë tha vrasësit më të mëdhenj të iranianëve, Donald Trump, Benjamin Netanyahu. Gjatë luftës së qershorit vitit 2025, amerikanët me izraelitët vranë mbi 1300 iranianë, përveç me mira të tjerë plagosur. Por kjo justifikimi tani, kjo guguleja që u bë nëpër media, sikur u bë edhe kundër Mubarakut në 2011, sikur u bë kundër Saddam Husseinit më herët, sigur u bë kundër Gaddafit e tjerë, sigur ti edhe unë e dim, këto janë operacione psikologjike të bëra nga tia, të cilat synojnë destabilizimin e regjimit. Dhe këto revolta që ndodhen, këto janë vazhdim i luftës që nisi në 7 tetor vitit 2023. Po, Olso, Se, domethënë, si mendon ti, sa janë të përfshira në mbrojtjen e sistemit qeverisës në Iran, dy superfuqit Kina dhe Rusia, sepse Kina nga Venezuela dhe nga Irani importon 70% nevojat saj për naftë. Pas rënies Venezuelës, ku merrte rreth 30-35% të naftës së saj, në qoftë se bie dhe Irani, atëre Kina ngelet pa burime dhe zhvillimi i saj, motori ekonomik që është energjia, do të dobësohet. Si janë të përfshira këto të dyja? Si e mendon ti dhe a ka shanse që të bjerë sistemi politik dhe ekonomik në Iran? E para, do më thënë, bërë mirë që përmënde punën e Kinës, tani, ndoshta ti ketë dhëna të tjera, por me sa kam parë unë, Kina nga Venezuela merrte 7% të naftës së saj, ndërsa nga Irani 23%. Tani ç'a ndodh? Trumpi pasi rrëmbeu Nicolas Maduron, doli në konferencë për shtypë dhe tha, ne aty tha shkuam t'i marrim naftën tyre. Se fillimisht justifikimi për sulmin terrorist që amerikanët bën kundër Venezuelës ishte se Maduro shet drogë dhe është trafikant droge. Pasi e kapën Maduron tha, jo tha nuk është më trafikant droge, tha, por në duam që t'i marrim naftën. Edhe Trumpi e tha troç në konferencë për shtyp, tha nuk do lejojmë që nafta jon t'i shitet Kinës edhe Rusisë. Dhe edhe kjo që po bëhet tani në Iran, po bëhet sërish se është pjesë e luftës madhe. Jemi në një luftë globale, shako. Domethënë, lufta që po bëhet në Ukrainë, presionet kundër Kinës, sulmi kundër Venezuelës, përcënimi kundër Kolumbisë, Nikaraguas, Kubës. Trumpi doli në konferencë për shtyp dhe tha ne do implementojmë doktrinën Monroe, ku sipas Trumpit amerikanët nuk do të lejojnë asnjë fuqi që t'i diktojë atyre në atë që i quajti sferën perëndimore të globit. Dhe pjesë e kësaj është edhe pushtimi i Grënlandës, ku Trumpi po i shpall luftë NATO-s, i vendit NATO-s Danimarkës dhe një vendit BE-s, po i thot gjithë evropianëve ik pierdhuni do t'ua pushtojmë Grënlandën e s'keni çfarë të bëni. Më vonë dhe Kanadan. Ka shumë. Ndro? Më vonë dhe Kanadan. Po, edhe Kanadan do ta aneksoj. Tani me rastin e Iranit kemi shumë interesa të përfshira. E para është zionizmi, sepse sigur po thoja, Benjamin Netanyahu nuk e ka fituar akoma luftën kundër islamit politik. Është e vërtetë që nga lufta 2 vjeçare që ai bëri kundër Hamasit, që nisi në tetor 2023 deri në tetor 2025, Netanyahu e ka shkatruar Hamasin, e ka dobësuar Hizbullahin, e ka ndryshuar regjimin në seri duke sjellë zionistin e Al-Qaidës Al-Jolani. Por Netanyahu e di që për sa kohë Ali Khamenei jetë në Teheran,
Hamasi dhe Hizbullahi, edhe Siria, edhe Iraku mund të ringrihen prapë për luftuar për shlirimin e Palestinës. Dhe Netanyahu i kërkon, domethënë, unë jap lëndë mostimore këtë. Netanyahu ka qenë vitin 1979 me gjithë babën e tij Benzion Milejkovskin, që e kanë gjithë tekstin tek Irani, e thonë ne do ta zhdukim Iranin, se për sa kohë tjetë Irani ne nuk i zhdukim dot palestinezët. Dhe e para është Izraeli, i cili kërkon me çfarë do lloj mjeti që t'i fusi amerikanët në luftë që të zhdukin Ali Khamenein dhe të përmbysin regjimin. Ata e pranuan, e provuan. Sa e mundur është kjo, Olsi? Si e mendon ti? Sa e mundur është? Si mund të përfundoj në terma faqkurtër situata që është sot në Iran? Ka pasur dhe më përpara ngjarje të tilla me protesta të dhunshme dhe me vrasje nga dy anët, por mendoj që këtë radhë ka një shkallë më të lartë dhune. Dhe si mendoni ju, do të fitoj BRICS-i aty, apo për të mbajtur sistemin, apo do të fitojnë sionistët? Aty që bëri Irani në datën 8 janar, ku mbylli internetin dhe telefonat dhe i arrestoi dhe i vrau në mas terroristët, tregon që fitoi Irani. Domethënë nuk ka më protesta në Iran. Biles pas 2 ditësh raprezalje që organet e sigurisë bën kundër terroristëve, në për rrugët e Teheranit, Mashhadit, Isfahanit, Kermanshahu dhe gjithë qyteteve të mëdha iraniane, pa me miliona njerëz që dolën në për rrugët e qyteteve iraniane, ku brohorisnin Rosh Khamenei, Rosh Islami, poshtë Izraeli, poshtë Amerika. E qartë. Pra, kjo përpjekje që bëri Netanyahu dështoi. Por si mundet që Izraeli ta shkatërrojë Iranin është vetëm me një luftë nukleare ku të përfshirë Shtetet e Bashkuara. Dhe sigur po thoja më herët, kemi 2 interesa këtu. E pare është interesi i zionizmit, e dyta është hajdutëria e Trumpit dhe lufta e tij me Kinën, se sigur po thoni më herët, ndërsa Trumpi tani e ka vendosur Venezuelën nën sanksione totale dhe çdo cistern nafte që del nga Venezuela ai e grabit, me Iranin ai nuk i grabit dot cisternat iraniane, për arsyeën e thjeshtë, sepse Irani është në një pozitë shumë herë më të fortë. Irani është fuqia ushtarake numër 1 e botës muslimane. Irani kontrollon kanalin e Hormuzit dhe po të do Irani bllokon gjithë naftën arabe dhe e çon perëndimin në kolaps. Irani me teknologjinë që ka mund godasi Izraelin, që është aeroplan vajtja e imperializmit amerikan në linjën e mesme. Mos të kundërta më duket. Në rregull, kush e bëri vezën, Pula e bëri vezën apo ata janë të dy, por faktikisht ju keni drejtë se nëse më herët ishte Amerika që përdorte Izraelin, sot ne po shohim Trumpin, i cili i dikton, Netanyahu, i cili i bën shantazh Trumpin dhe e përdor si legend. Më duket që Amerika po përdornohet nga sionistët për interesat e tyre. Po. Ata po e përdornojnë, ata domethënë i kanë vënë Trumpit laku në fyt, dhe Trumpi edhe pse u zgjodhi nga populli amerikan me premtimin që thoshte unë do vije, nuk do bëj më luftra, e pse ikëm në Irak, e pse ikëm në Afganistan, ata domethënë e kanë detyruar Trumpin që të lëpi të gjithë atë që i ka poshtyr deri në këto momente. Po. Redi, si e shikoni situatën në Iran? Mendoni që është mbyllur konflikti aty, apo i brendshëm, them, apo do të vazhdojë, sepse konflikti me Izraelin sigurisht që do të vazhdojë, por Izraeli përdor sionistët, e gjithë botës përdorin të dyja mënyrat, edhe me protestat e brendshme dhe me protestat edhe me luftën e jashtme. Si mendoni ju, do të dështojë kjo dhe mund të rifillojë një luftë e nxehtë midis Izraelit, Iranit dhe Shtetet Bashkuara nga ana e Izraelit? Si e mendon perspektivën e afërm? Nisur nga doktrina që shpalli administrata Trump, doktrina e strategjisë për sigurinë kombëtare, ajo që lexoj unë është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur që me botën muslimane të kenë një aleancë shumë të madhe. Dhe por Irani në rastin konkret shikohet si pengues apo si ndryshe nga ajo që tha Olsi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Irani shikohet si
penguesi më i madh apo si burimi më i madh i destabilizimit në lindjen e mesme dhe i shkoj asaj që thotë Olsi. Nëse shikojmë në retrospektiv, kuptojmë që të gjitha goditjet që janë bërë në mënyrë kirurgjikale në lindjen e mesme janë bërë për të goditur le të themi instrumentet kryesore të Iranit, e cila bashkë me Olsin e kemi diskutuar, konsiderohej si rrethimi i zjarrt që Irani i kishte bërë Izraelit. Pra, të gjitha goditjet janë bërë në mënyrë kirurgjikale për të izoluar Iranin dhe vullneti është që do t'i shkohet deri në fund. Se sa do të realizohet, unë këtë nuk e di. Por lidhet e gjitha me atë doktrinën e re ku Kina gati sa nuk është shpallur, Kinës gati sa nuk i është shpallur luftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, Irani në rastin konkret po negocion dhe mund të negociojë, siç e thash në fillim nëpërmjet JD Vance-it, mund të negociojë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të shkëputet nga Kina. Dhe kjo do ta ndryshonte dhe themi fatin e sistemit qeverisës në Iran. Dhe mund të vazhdonte që të mbijetonte në kuptim fatin qeverisë. Nuk do kishim një ndryshim regjimi, atë që quhet regjim change. Nëse nuk do të vinte ky mbreti që synon të vijë ky paklavi, sepse Irani do të merrte vendimin për të ky paklavi si duket i panshëm apo në ndikimin e sionistëve. Pahlavi është ai që do vendoset aty për të bërë pikërisht këtë gjë, për ta shndruar Iranin në një faktor sipas doktrinës amerikane, në një faktor paqëtues në lindjen e mesme. Paqëtues do të thotë që të lihen interesat e sionistëve në rajon të dominojnë dhe të bëhet Izraeli i madh. Pra të mos ndalë krimin e Izraelit të madh. Doktrina e re amerikane nëpërmjet Hamasit, doktrina e re amerikane nuk është se Izraelit i jepet lindjen e mesme, nuk është se Izraelit i jepet një hapësirë e kësaj natyre. Përkundrazi, e vetmja garanci që jepet Izraelit në rastin konkret, në rastin e strategjisë amerikane, ka qenë një garanci në rast të garanci ushtarake shumë e fortë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse për Shtetet e Bashkuara të Amerikës thelbi i problemit, rivali kryesor, armiku kryesor mbetet Kina. Dhe sa kohë Irani do të vazhdojë të jetë një klient i Kinës në rastin konkret, Irani do të jetë një objekt sulmi për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të eliminohet si problem. Por a do ta lejoj Kina këtë dhe pastaj futemi këtë debati, sepse jo më larg se sot pash lajme që avion kinez kishin zbarkuar në Iran me materiale që nuk e di se çfarë janë, duhet dim që atë Starlinkun e Elon Muskut e bllokuan pikërisht nëpërmjet ndihmës së kinezëve. Se sa do ta lejoj Rusia që të bjerë edhe Irani, dhe kjo duhet parë, sepse i bie që me rënien e Sirisë, që ishte aleat i Rusisë në rajon, me rënien e Venezuelës, ishte aleat i Rusisë, dhe me rënien e Iranit, Rusia do të mbetej pa aleatët kryesor të saj, përveç Kinës edhe Koreas së Veriut. Pra, duhet parë operacioni është shumë i rrezikshëm, nuk mendoj se do të shkojë në pikën që të kemi një, pavarësisht se thuhet që po afrohen avion e tjerë për ta bombarduar, nuk besoj do të shkohet në këtë skenar, sepse me shposho vullneti i Rusisë edhe Kinës është për ta mbrojtur Iranin dhe nëse do jemi në këtë kontekst, është e pamundur që të kemi ndryshim situate në Iran. Redi, kur u sulmua Venezuela, u përshëndet veprimi presidentit Trump nga Albin Kurti, këtu nga politika shqiptare dhe ky Berisha, që ata e mbyllën në kafase po përpiqen ta futin në burg globalistët, ky gjithmonë i ka mbështetur dhe del, unë e kuptoj që e bën me hipokrizi, po këta prishin marrëdhëniet e Shqipërisë me shtetet që janë armiq ose që përpiqen të ruajnë, që kanë më shumë byt se sa këta politikanët tanë për të ruajtur edhe fuqi, për të ruajtur sovranitetin e tyre kombëtar.
Dhe këta dalin me njerë bëjnë deklarata, përshëndesim këta që e mori Maduron peng, përshëndesim Izraelin që goditi regjimin e Iranit. Kjo pasyrohet pasaj në këto mediat që tha Olsi këtu në Shqipëri, që dalin vend të anshme në një vend që ne nuk na intereson të përfshihemi, sepse ne nuk përfitojmë asnjë gjë. Ky lloj servilit pa arsye dhe kur s'ja kërkon asnjëri dhe ata nuk ja kërkojnë dhe as nuk e dinë që këta i përshëndesin. Më kupton ata që mbështesin këta tanët, domethënë perëndimin. Ata se dinë që këta deklarojnë. Për çfarë duhet kjo? Vetëm për të krijuar armiqësi me këto popujt, me Iranin, me Venezuelën, me Rusinë. Përshëndesim luftën e këtij Zelenski, që futi Zelenski, që po lufton me heroizëm kundër ai luftë civile që i kanë futur këta aksionistët me njëri tjetrin për shkak të kazarisë së vjetër. Aty kjo luftë ka vazhduar. Herë me pogrome, kanë bërë rusët ndaj çifutëve, këta bën revolucionin bolshevik dhe pogromet që bën këta ndaj rusëve i fshen në maskën ideologjike të marksizmit ku luftoheshe sistemi vjetër carist me sistemin e proletarëve gjoja komunist, ku në fakt në krye të Çekas, në krye të gjitha veprimet të dhunshme ishin çifutët që vrisnin pa ju dridhur dora me mira rusë për ata akmarrjen e luftës së vjetër që ka filluar që në shekullin e 11 për prishjen e Kazarisë, edhe sot kjo luftë vazhdon, ku futen në luftë me njëri tjetrin i njëjti popull që shkatroi Kazarin, pra slavët e Ukrainës, të Bielorusisë dhe të Rusisë, edhe këta tanët pa ditur as historia, as gjë, bën kot partizan dhe dalim në kraje të këtij që vret këta këtej, sepse këta që vrasin këtej janë më të mirë se këta që vrasin këtej nga krau tjetër. Që duhet këtyre politikanëve shqiptarë që bëjnë këto deklarata? Mund të më bësh një analizë? Olsi edhe për ty kjo. To janë Olsi nëse dol mund të japi një përgjigje më tashu, po janë kostumin e politikanit Fred dhe duke qenë se po çfarë është ignorancë kjo përveç servilizëm? Nuk është ignorancë, Fredo, është frikë. Sepse ne dimë domethënë që gjithë këto pronar media që janë Berisha njerë që është në opozit, çaj duhet këtij që bën këto deklarata, mirë qeveria? Berisha është një trovojan frikatsak, të cilin që kur CIA për fatin e keq të shqiptarëve e caktoi se do të ishte udhëheqësi i opozitës në Shqipëri, e ka sakrifikuar gjithë politikën shqiptare për vjetesën e tij. Dhe ai është pak a shumë sikur Kadri Hazliu kur e dënoi Enver Hoxha që e shohi në pushkatim atëherë ndërtar, që thoshte Beqiri shkoi me fotografinë e Enver Hoxhës në pushkatim. Po jo, edhe Kadriu, se seanca kur thotë edhe po të më të ndoj. Më të ndoj partia ime. Partia ime, domethënë edhe Berisha, domethënë sigur nënën t'ia bëj Amerika, t'ia marrin amerikanët atë sheqerin nga varri, ai do thotë rreth Amerikës është komuniste, është frikacak. Domethënë ata se këtë doja më i thënë atij një 5 vjeçit, atij Flavio Qorrit. Se doja më i thënë që mos e ofendo kështu për gjëra fizike, po për çështje debat, për çështje ideologjike ose metodike të drejtimit të emisionit. Më thash që është një 5 vjet, domethënë nuk ta them me sinqeritet, Olsi, nuk Okej. Po jo se më nxehu më nxehu se më nxehu. Po mirë, nuk ka rëndësi. Dikush është një 90, dikush një 70, nuk janë në cene këto. Janë të zotit, të kryusit. E pranoj brejtjen. Nesër mund më shaj mua Flavio të thot atje me një tjetër, ai Qerosi, ai Tullaci, ai Plaku, ai mund të thot gjëra të tjera, kupton që nuk janë çështje debati. Apo ta bëjmë sikur e bën Arjan Çani me atë Blendi Fezdiun që i thuan ai Fantomati. Po pra. Okej, tani dalim tek puna e Berishës, se këtë doja më i thënë dje Flavio Qorrit, që do t'i thoja si e guxon televizioni Berishës shan Iranin në një kohë që amerikanët e kanë shpallë terroristat i Berishës. Është në grata. Ti hypi avionit, Berisha e kapi në arrestojnë në Buzenburg. Dhe ai border security dhe ata e kapën e futën këtë burg plak e futën në arrestpie, duan ta fusin në burg, duan t'i marrin pasuritë. Dhe këta vazhdojnë të servilosen. Tani pse servilosen këta? Sepse është kompleksi i servilit të shqiptarëve që e kanë trashëguar që nga koha e komunizmit. Ti e mban mend atëherë, bëj Enver Hoxha me Krushovin, thoshte rrof Krushovi, priqej Enver Hoxha,
poshtë Khrushchevi rroft Mao Zedongi. Dhe këta vazhdojnë të njëjtën gjë, dhe nga që nuk janë njerëz të lirë, janë frikatsak, janë hajdut, kanë frikë nga spakërat, etj. Të tregoj një element. Në vitin 2022, kur Meku po bënte janë mëkatar, se kur njeriu nuk është mëkatar, s'ke ku ta kapësh. Të ta jap një lajm tjetër ekskluziv për ty, se kam thënë në asnjë media. Në korrik, nëse s'kam gabim, të vitit 2022 kur Meku po bënte namin kundër Iranit, ndoshta 2023, nuk e mbaj mend mirë, kur po bënte sulme kibernetike, kishte futej në për televizione, në për metro etj. Unë edhe gazetari Gjeri Sanasi i shkruaj një letër Ilir Metës, që ishte president. Meta u zëvendësua shtator, nuk më korrigjoj vitin, në 2022-2023. Edhe i çoj letër Metës edhe Këshillit Sigurisë Kombëtare, edhe Edi Ramës. Edhe i themi që ky Meku nga Shqipëria, është 2022, po bën luftë hapur me një vend huaj. Edhe unë me Panasi një kërkoni morë nga tregonia, a Shqipëria në luftë me Republikën Islamike të Iranit? Edhe nëse është, edhe ne vetë dim që është në luftë. Edhe e takoj Metën përpara se ta fusin në burg, e kam takuar në verë 2024-s. Edhe i them, o Ilir, i them, kam çu këtë letrën në 2022-shin, pse nuk më përgjigje? Po jo, tha, nuk e pash, se isha i zonë, tha, se po bëja mbyllje, tha. E kupton ti, Meta e ka lexuar këtë letër. Edhe bufi e di që ka lexuar dhe ka patur frikë që të më përgjigjet. Ka njerëz kanë frikë o burr. Janë njerëz me frikë. Ta nuk kanë liri, ta nuk e kuptojnë që ne jemi qytetarë një botë të lirë. Dhe edhe këto media, dhe këta gazetarë, se unë ulem me shumë këta gazetarë në përkape, por vetëm ndonjësi puna jote Çako, apo si Redi që është aty, keni guxim që t'i thoni gjërat troç, se shumica janë hipokrit, sepse me shumë nga këta gazetarë, se nuk do ta përmend emrin, po përmend vetëm Blendi Fevziun, me cilin që në vitet kur ishte lufta në Irak 2003-shin më ftonte në për emisione, të gjitha janë aq langaraq, saqë në përkape tonë ke të drejtë, po kur dalin në televizion, i lëpijen amerikanëve. Ai ndjeri Luan Hajdaraga, që ka qenë zëvendës ministër i jashtëm, kur do sulmonin amerikanët atëre Saddam Husseinin dhe thonin jo ka armë shkatërimit masë etj. Luani kur lidhe me mua te opinioni i Fevziut, thoshte, po, thoshte do na bëra si Saddami, thoshte, si ka Saddami një shishe që ka një gaz aty dhe po na hodhin nga vret gjithë, e kur ishim kafe gjithë e shanin Amerikën. Problemi është që shqiptarët janë shumë popull frikacak. Dhe janë popull që kanë frikë nga e vërteta. Ndërsa për punën e Shahut që ja bëre pyetjen më herët Redit, Shahu sapo ka lëshuar një video deklarat për shtyp, ku e kjo video, domethënë unë e postova edhe në Facebookun tim tani, ai zotohet amerikanëve dhe lobit zionist. U thot, po mësohet mua në pushtet, unë do të jap fund Islamit një herë mirë në Iran. Irani nuk do të mbështesi më grupe terroriste që nënkuptohet palestinezët, Hamasin, Hizbullahin. Islami do të hiqet nga gjitha institucionet shtetërore iraniane, do t'i bashkangjitemi akordeve abrahamike dhe akordeve të Cyrësit, që domethënë Irani do t'i nënshtrohet totalisht Izraelit, do të sjellin kontrollin e pasurisë në Iran, sepse Irani, Fredi, ndryshe nga Shqipëria ku Edi Rama ne na kontrollon edhe xhepat kur hym nëpër aeroporte, ne nuk e bën Edi Rama, e bën zionistët. Se ata duan që na rrjepin edhe lek. Irani është një nga vendet e vetme në botë që ka liri financiare. Në Iran ti mund mbash lek sa të duash. Nuk të kontrollojnë dot bankierë zionistë. Dhe në deklaratën që ka bërë ky kukulla, ky Reza Pahlavi, djali i diktatorit i Muhammed Reza Pahlavi, ky i betohet zionistëve që Irani do të jetë juaj dhe ne do t'ja grabisim parat iranianëve, ashtu sigur Edi Rama. Filloi në Venezuelë, hyri një grup, e pash unë një video, një grup bankierësh shifut të veshur me ato veshjet e tyre karakteristike dhe shkuan për të biseduar për të marrë emisionin e paras dhe kontrollin e bankës qendrore, të cilat i nacionalizoi Hugo Chavez i bashkë me pasurit minerare nën toksore, mbi toksore dhe naftën që ishte kryesore. Pra këta Irani duan t'i marrin naftën, mineralet, emisionin e paras. Irani duhet t'i hapet
100% Izraelit. Olso, moment kur ti kam thënë këto çështjet e emisionit para sa vite ka që kemi biseduar, para 15-20 vjetësh. Dhe tash kam shumë veta që i thonë në këto, se në atë kohë nuk i kuptonin dhe nuk i dinin dhe shumë mirë që kanë dalë që po hapen mendjet. Dhe kur i thonim ne këto gjëra për para 15 viteve, ta shikonin si budallëk. Por tek emisioni që isha unë me Flavio Qarrin, këtë i thash atij, nuk po ja përmend se ka ngel mendja ke Flavio më burr. Po ma hoqi të unë ndjeja burri. Po më mbylli më shumë çun legjenë burr, edhe në friti vet, se është ndryshe burr. Edhe në thret në emision, edhe të përzë. Domethënë, unë ta kem ato Flavion përball, ai nuk më sillet më kështu, se domethënë Flavio le ta pyesë atë Monikën e Zberishtit tek pallati i Cilës ri, se ne çunat e kombinatit nuk i lejnë që të na trajtojnë shumë ta kalamoj të vegjël. Por te emisioni Flavios unë i thash këtë gjë, që ata çfarë po duan t'i bëjnë Iranit, se po thoshte, në Iran thoshte duan të sillin demokracinë, të drejtat e njeriut, që janë hoxhallarët që rrapin gratë. I thash unë Iranin, i thash, duan ta bëjnë si Shqipëria e Ramës, ku bankierët Zionist Bankers Petroleum i marrin të gjithë naftën e Shqipërisë, që nga viti 2004 kanë fituar $2 miliard dhe shqiptarëve nuk i kanë dhënë asnjë dollar, duan t'i kontrollojnë monedhën, bankat, ekonominë dhe t'i bëjnë iranianëve atë që i kanë bërë shqiptarëve që i përzun nga Shqipëria. I thash, iranianët janë popull dhe krenar dhe mbrojnë vendin atyre dhe nuk janë sikur janë shqiptarët që janë nështruar zionizmit izraelit dhe imperializmit amerikan. Redi, Ajo që do të bëj Reza Pahlavi është pak a shumë ajo që unë thash, ajo që është parashkruar tek strategjia kombëtare e sigurisë e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra ai është qëllimi, që Irani të heqë dorë nga ambicjet e saj hegemonike, ambicjet e hegemonike për lindjen e mesme, të shkëputet nga Kina, sepse Kina është, mendoj unë, gjithë historia, dhe në këto kushte, nëse sistemi... Redi, mos ka ndonjë marrëveshje mes Rusisë dhe Trumpit për të larguar Kinën që të bjerë Irani dhe pastaj... Ajo është e mundur, është e hapur si mundësi. Sepse janë duke u krijuar 3 zona kontrolli nga 3 superfuqit që po ravizohen tash, bota po kthehet nga unipolare në tripolare. Dhe Kinës do t'i lihet kontrolli i zonës oqeanit paqësor dhe në pjesët të oqeanit Indian, në pjesën juglindore. Këto vendet Indonezia, Malajzia t'i lihen nën kontroll ekonomik dhe për çështjet e sigurisë. Krau perëndimor i gadishullit të Indokinës, Laos, Kambodja, Vietnami. Po, është e kam thënë. Dhe Rusia të kontrollojë pjesën e vet të Heartlandit, që është nga Evropa lindore deri në oqeanin në lindjet kontinentit aziatik, oqeanit paqësor, në kufi me Japoninë, dhe Shtetet e Bashkuara të kontrollojnë kryesisht arealin e tyre perëndimor, ku do të futet dhe Groenlanda dhe Kanadaja. Do krijohet një shtet i përbashkët i Amerikës së Veriut dhe i monedhe përbashkët që do quhet Ameridollari, që janë në plan, ku do ju dhe Meksika dhe deri në Panama. Një nga arsyet që kam dëgjuar nga këta të grupit MAGA që u godit Venezuela, këta mbrojnë idenë që Trumpi ka goditur dhe një nga ato ishujt aty ngjitur me Venezuelën, që ishte në kontrollin e Venezuelës, ku Britania kishte këto parajsat fiskale të 78 vendeve të ndryshme të botës, nga politikanët dhe kriminalët, njerëzit e korruptuar, dhe kërkon që t'jeqë dominimin financiar Britanisë, dhe kjo parajsë fiskale jep të ndikim në 170 sa vende të botës, me investimet që kishin bërë me paret e grumbulluara në këtë offshore. Dhe synimi i Shtetet Bashkuara është që ta grimcoj, ta coptoj
perandojmë britanike, e cila që nga viti 1885, po sidomos me presidentin Wilson, vitet 1912-1914, ka forcuar deep state-in ose deep state-i thënë ndryshe që fuqinë e City of London mbi vendimet demokratike të Shtëpisë së Bardhë kundër vendime në interes të popullit amerikan. Dhe synimi i presidencës Trump është sipas magës dhe ajo që quhet Heritage Foundation, që janë OIF, mbi 300 OIF që drejtohet nga Kevin Roberts tashi, synojnë ta coptojnë Britaninë dhe të shkatrojnë deep state-in dhe fuqinë e nëndeshme të shteteve të Britanisë, duke coptuar deri në ndarjen e Irlandës së Veriut, në ndarjen e Skocisë, Walesit nga Anglia. Nëse ka një dakordsi midis Trump, ose ka patur një dakordsi midis Trump edhe Putin në Anchorage në Alaskë, pa diskutim që kjo do të reflektohet në riformatimin e arkitekturës së re së sigurisë globale. Është krejt normale që të riformatohet e gjithë fusha e lojës, por nëse është kështu, atëherë dhe nëse ka një dakordsi, nuk mendoj që Irani do të vazhdoj të mbetet në lojën e shallët. Në lojën e madhe që po zhvillohet. Nëse është kështu, nëse Putin dhe Trump kanë rënë dakord për një rindarje të re të botës. Edhe pse unë mendoj që, po nuk e di sot se unë më duhet lëviz, mendoj që jemi në një kontekst unipolariteti të kontrolluar. Ende nuk kemi shkuar në multipolaritet, po ky është debat i madh, pastaj mund ta vazhdosh me Olsin pastaj. Po. Jo, Olsi mendoj ta mbyllim tu bisedën, se dhe regjia po më bën shenjë që duhet ta mbyllim. Qofse ke ndonjë diçka që të ka ngelur peng pa e thënë, mund ta thuash, por shpejt edhe shkurt se jemi në kufin të bisedës. Jo, thjesht dua të falenderoj ty edhe Redin për ftesën në studio, për publikun shqiptar dua të përmbledh këtë që revolucioni portokalli, apo më saktë revolucioni i Mejdanit, pak a shumë se ai që bën në Ukrainë policia në Ukrainë në 2014, kur morën me dhumë pushtetin nga Janukoviçi, që donin ta bënin në Iran, dështoi, iranianët janë të zgjuar, ata nuk bëjnë gabimin që bëri Putini në 2014, që e lejoi pushtetin e Janukoviçit ishte të rrëzohej nga CIA dhe nga Mossadi. Ajo që bën iranianët ishte kundërpërgjigja e duhur. Imam Ali Khamenei është njeri i zgjuar, ai e kupton lojën e madhe dhe fuqi që donin bënin kundër Iranit dështoi, por vjetet të shihet në ditën e vijim se dëshpërimi i zionistëve mund ta nxjisi Trumpin që të nisi bombardimin e Iranit dhe ndoshta nisi luftën e tretë botërore. Po, e qartë, Olsi. Të falenderoj, Olsi, që të kisha shpëtove sot që pak më reashtuar. Të falenderoj për angazhimin. Ti nuk je frikacak, Fredi. Nuk je nga ata burra, ti nuk i trëmbesh vërtetën. Natën e mirë dhe do dëgjohemi përsëri. Redit, faleminderit edhe juve për Jo. Dhe biseda me të dy ju është shumë interesante. Mendoj që këtë ide me mua do ndaj dhe shikusion. Edhe njerë të nderuar shikues, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë.